Kreu shtetëror Maqedonës ka nisur një ofenzivë të pakuptimt verbale kundër Bashkimit Evropian pas publikimit të raportit të progresit, në cilin Brukseli konstaton se vendi nuk ka shënuar përparim në reformën në drejtësi dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Të pafuqishëm për t'i kundërshtuar me fakte e vlerësimet objektive të BE-s, kryeministri Mickovski dhe presidentja Silianovska reaguan me deklarata emocionale duke u përpjekur t'ia mbeshin Bashkimit Evropian përjetësinë për ngecjen e procesit të integrimit. Mickovski deklaroi se raporti do të ishte shumë pozitiv nëse nuk do të ekzistonte kombi Maqedonas, një tezë absurde që pretendon se BE-ja mohon identitetin kombëtar Maqedonas. Ky është një pretendim i pavërtetuar, tendencioz dhe i dëmshëm për interesat afatgjata të vendit. Presidentja Silianovska nga ana e saj paraqiti qëndrime kontradiktore. Ajo kërkoi që vendi të vlerësohet vetëm mbi bazën e përmbushjes së standardeve evropiane dhe jo të kushtëzohet me çështjet politike si përfshirja e bullgarëve në kushtetut. Por më pas u bë pishman dhe deklaroi se tani nuk është koha për reforma, duke aluduar në rrezikun e përhapjes së luftës në Ukrainë në mbar Evropën, një qëndrim që bie ndesh me nevojën për progres të brendshëm. Ndërkohë, raporti i BE-s pikërisht këtë bën, fokusohet te mos përmbushja e standardeve evropiane. Pjesa dërmuese e kritikave lidhen me mungesën e përparimit në drejtësi, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe mos zbatimin e rekomandimeve nga raporti paraprak. Nëse rezerva e vetme e qeverisë mbetet çështja e ndryshimeve kushtetuese, atëherë nuk ka asnjë justifikim për mungesën e rezultateve në fushën e drejtësisë dhe luftës kundër krimit. Qeveria duhet të përmbahet rekomandimeve të BE-s për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, duke rritur burimet njerëzore dhe financiare e jo duke humbur kohë në debate të kota për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor apo të kryeprokurorit Kocevski. Nëse do kishte vullnet politik, 1 vit e gjysmë është kohë mjaftueshme për të rikthyer nenin 353 të kodit penal, i cili sankcionon keqpërdorimet e funksionarëve në menaxhimin e tenderëve. Po ashtu, nëse ligji për buxhetin e gjyqësorit parashikon që 0.8% e bruto prodhimit të vendit të ndahet për sistemin e drejtësisë, atëherë kryeministri nuk mund të vendosë me dëshirë shumën e mjeteve për gjyqësorin. Nëse ligji nuk i pëlqen, ekziston procedurë për ndryshimin e tij, por derisa ai është në fuqi, duhet respektuar. Kështu funksionon në vendet ku respektohet pavarësia e gjyqësorit dhe sundimi i ligjit. Është e qartë se kryeministrit dhe presidentës më shumë u pengojnë reformat në gjyqësi sesa ndryshimet kushtetuese, sepse reformat e vërteta do ta çlironin gjyqësorin nga dikimi politik i qeverisë. Reformat nuk bëhen duke shkarkuar prokuror e gjyqtar, por duke siguruar burime të mjaftueshme njerëzore dhe teknike për gjykatat dhe prokurorit.